s'ka lojna me këtë iman, me këtë besim e vëllezër. Kështu që, o Allah, lutej na mbroj nga fama. Edhe normalisht atë Allahu e kishte mbrojt. Ama lutjes nuk ju ndante. Absolutisht asnjëherë. Edhe ju mos e ndani këtë lutje. Se tjetë toko. Se e disa më qeftë që futet atë ajo, pak, vjena i mallkumi se këtë punë ka ai, për këtë habuk, për këtë e ka lejen, pak, thot, pak. A disa pak, thot, jo sa të tjerë, thot, për pak të shofin e, se ti ke edhe mbi emër të madh, ke edhe emër të madh kështu, të shofin pak, e ne veta mosh menin, edhe të hypë në të mëqefa jo fama mësëni, që për mu duk. O fama Zotin e rujt, Allahu Gjelalu, ditë në gjykimit thot, shko, hike merre, shpërblimin. Atyri që ju ke duk, atyri që ju ke lafdru, që ke pastu? Ka i gjatë më qeftu. Allahu Gjelalu thot, va khussila ma fis sudur. Ditën që të të hapët ajo që keni pas më qeftë. Kush e gjenjë, më dynjo se gjenjë asë një këtë. Aja, ti e zbulon, do të dali. Thërë qërë themi, o Allah, në mbroj nga së faqësia, punë që bëhen për njerëzit, në mbroj edhe nga famë.